Në këto ditë pranvere, qyteti i Gjirokastrës po shndërrohet në një destinacion të preferuar për turistët të cilët janë tërhequr nga bukuria dhe historia e tij. Pazari karakteristik i Gjirokastrës është një prej atraksioneve më të vizituar, duke ofruar një atmosferë unike. Turistët janë të njohur me zonën muzeale kryesisht përmes fotografive të shpërndara në rrjetet sociale, të cilat i nxisin ata të vizitojnë qytetin dhe të përjetojnë nga afër këtë trashëgimi të çmuar. Ne jemi nga Anglia, kemi një javë që po qëndrojmë në Shqipëri. Sot erdhëm në Gjirokastrë dhe po vizitojmë pazarin. Po na pëlqen shumë, është zona më interesante mendoj, nga ku duket bukur dhe kalaja. Pazarin e pam në fotografi në rrjetet sociale. Aty na pëlqeu shumë dhe ndaj vendosëm ta vizitojmë Gjirokastrën. Nga afër është shumë herë më i bukur, po e shijojmë shumë vizitën këtu, veç bukurisë që ka vendasit ofrojnë edhe gatime shumë të shijshme. Arkitektura e pazarit tërheq vëmendjen e çdo vizitori. Shtëpitë me çatiguri dhe rrugicat e ngushta të mbushura me histori janë një pasuri e jashtëzakonshme që ofron Gjirokastra për vizitorët. Arkitektura që ka pazari Gjirokastrës është shumë e veçantë. Kjo është arsyeja që na pëlqen dhe që kemi zgjedhur ta vizitojmë. Na duket shumë interesant. Rrugicat janë shumë të bukura, të gjitha me kaldrëm, shtëpitë me gur dhe arkitektura e tyre mahnitse. Na pëlqeu shumë. Janë të shumë turistët që e njohin zonën muzeale dhe bukuritë e saj përmes fotografive që shpërndahen online. Këto imazhe janë shpesh shumë tërheqëse dhe shërbejnë si një shtys për ata që dëshirojnë të eksplorojnë më shumë dhe të përjetojnë nga afër këtë qytet historik.